Për detyrë shtëpie ne kishim për të sjellur në klasë burime historike nga familja jonë. Unë kam sjellur një radio të viteve 60-63, edhe një pjatë bakri të viteve 50. Që ka bërë këtë pjatën apo? Stërgjyshi, shumë mirë. Nevis? Unë kam sjellur Ngrije pak. Unë kam sjellur një foto të stërgjyshit tim. Unë nuk e mbaj me cilin nga këto dy janë stërgjyshim, por Nuk ta ka treguar mami? jo, por thjesht nuk e mbaj mend E kuptoj. se më ka thënë. Ka pas në një pozicion që ka qenë aty? Stërgjyshi, që ka qenë? Ka qenë Se nga veshja duket që ka qenë ushtarak, bravo. Kjo është një kops nga që i vishnin në veshje popullore të lashta, edhe i vishten stërgjyshja ime. Kjo është Ishte si 70 zbukurim? vjeç. Po. Kjo është 70 vjeç. Alesio, që kemi këtu? Po ka lindur motra ime. Dhe? Kjo është një burim historik për familjen time, sepse e kujtojmë kur ka lindur motra ime qaor, sa centimetra ka qenë, edhe sa kilogram ka qenë dhe ka lindur të martën. Shumë bukur. Romina? Unë kam sjellë 3 foto që janë burime historike për familjen Shumë të tonë. vjetra. Po, kjo është babim kur ka qenë shumë i vogël. Kjo është stërgjyshja ime. Dhe kjo është gjyshi me gjyshen. Po. Raja? Se unë kam sjellë fustanin e mamit, i cili është 40 vjeçar, pasi është përdorur edhe nga kushërira e saj. Aurora? Kam fotokopier panorama që kam ndërtuar gjyshja ime me duart e saj. Edhe janë shumë e veçantë për familjen time. Shumë të bukura. Ambra? Kam një projekt Hap. që e kisha për vitin e kaluar që tregonte nga ishin dhe tradita tona. Kthe këtej nga mua dhe të ndihmoj shoqja ta mbani të hapur dhe na e komentoj shkurtimisht. Ushqim tradicional. Po? Këto janë fjalë të uta dhe fjalë dialektore. Shumë bukur, të lumtë.